Në kuadër të festivalit Prishtina Arts and Architecture, studentët e dizajnit të modës të kolegjit AAB sallën një sfilate unike ku paraqiten punimet e tyre kreative në ambientet e kolegjit. 28 studentë prezantuan koleksione me tema të ndryshme, duke shfaqur guximin, stilin dhe vizionin e tyre artistik. Për punën e studentëve dhe organizimin e sfilatës, foli edhe vetë profesoresha Laura Ukshine, e cila vlerësoi përkushtimin, kreativitetin dhe profesionalizmin që studentët treguan në secilin detaj. Me rezultatin jemi shumë të kënaqur na si departamenti dizajnit të modës. Finalizimi i veshjeve ka zgjatur për rreth një viti akademik, duke filluar nga hulumtimi, skicimi, përzgjedhja e materialit, realizimi i patronave deri tek finalizimi i veshjeve. Ke vështirësi në fakt nuk është se kemi pas ne si staf akademik, pasi që kushtet kanë qenë në rregull, të gjithë studentët i kanë finalizuar veshjet në ambientin e fakultetit, ndërsa pjesa e sfiladës në fakt nuk kam qenë brenda të e orientu punën, nga jashtë nuk e di se çka të them, po brenda përderisa ka shku gjithçka në rregull, po besoj që edhe nga jashtë u shfaq puna sa më e mirë studentëve tanë. Entuziazmi më i madh vinte nga vetë studentët, të cilët me plot pasion dhe energji prezantuan punën e tyre krijuese në pasarelë. Nuk u kohë si modele, se kom edhe 2 vjetë e kalume, ama hera parë u kohë për me dizajni një koleksion. U kohë super dje, super emocion, super energji edhe inspirimi jam u kohë. Tu njës për qasaj që jemi gjenerate mas pandemisë edhe për jetimet e filla, depresionit, toktit e kreq ato. I kom marë, i kom ledhe dhe i kom qitë në koleksion tam që mundu me bo diçka pak ma artistike. Gjatë vitit 2 të studimeve e kom kriju një veshje që ka qenë një gjaket në formë thyrjes, edhe pastaj kjo veshje ka qenë shumë e pëlqyer. Në atë moment jam frymëzuar prej saj edhe kom vazhdu me punu koleksionin, me booking formën e thyrjes, ku temën e kom lidh me sfidat e jetës, që do me thonë kena gjatë për me mbrit dikon duhet vështirësi, duhet sfida, po në fund ja dalin. Koleksioni ka marrë kogja shumë punë, për arsye që është krejt pundore dhe është e punuar me dantelat e gjyshës tanë. Është inspiruar prej xhubletës, veshja më e vjetër, shqiptare. Edhe du me thonë, çdo detaj mundu me kthy në modernitet, edhe normal që ka marrë shumë kohë dhe pjesa hulumtimit, edhe realizimi, po që jam shumë e kënaqur që në fund ka dalë shumë bukur. Sfilata u mbyll me emocionet e forta dhe krenari të dukshme, një dëshmi se të rinjët tanë jo vetëm ëndërrojnë, por edhe guxojnë t'i kthejnë ëndrat në realitet.